10 vota. Për të gjithë ata një proces i ndarë me vota që shkojnë jo tamam gishtrit e njërës dorë apo të dy dorës bashku, ka një legitimitet për të rishqyrtuar nga qeliza në qelizë. Se keni kaq frikë nga hapja e kutive. Zoti kryetar. Mos keni frikë, mos keni frikë. Fetohem, Zoti Liban. Faleminderit zoti. Mirëmbrëma. Zonë e ndaluar por i kthehet në sezonin e saj të gjashtë. Ashtu sikur se dihet, ne e ndërprem sezonin e kaluar në kulmin e debatit politik, kur zgjedhjet në Tiranë kishin përfunduar, por kur betejë ligjore nuk kishte përfunduar, pikërisht sepse palët po ndesheshin me argumentat e tyre ligjor dhe jo ligjor për të shpallur apo për të nxjerrë fituesin e ri të Bashkisë së Tiranës. Kësaj ngjarje, e cila mund të konsiderohet pa frikë edhe si ngjarja më e madhe e vitit politik, në sezonin e kaluar, Zonë e ndaluar i kushtoi një vëmendje të veçantë. Ne i kushtuam vëmendje të veçantë pikërisht kësaj betejë pas elektorale e cila e mbajti në ankth publikun shqiptar për një kohë të gjatë. Themi kështu sepse disa pyetje kyçe u ngritën për një kohë të gjatë. A duheshin numëruar në betejën e Tiranës votat e hedhura në kutitë e gabuara? Apo vepronte KQZ-ja në diktat politik? A ishin vërtet të pavarura gjykatat shqiptare që do të gjykonin këtë proces? Si do i vepruar për shembull me ato 870 vota që rezultuan të ishin më shumë se sa njerëz që kishin votuar në Tiranë? Të gjitha këto pikpyetje na kanë shoqëruar përgjatë gjithë kësaj vere që në periudhën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të rihap kutitë e Tiranës e deri në momentin kur kolegji zgjedhor dha vendimin përfundimtar për zgjedhjet në Tiranë. Por gjithashtu këto pikpyetje në një farë mënyre kanë ndarë në dysh edhe opinionin publik shqiptar, edhe mendimin e gazetarëve, opinionistëve, apo edhe të vetë politikanëve që në një farë mënyre janë munduar të imponojnë publikut të vërtetat e tyre lidhur me këtë çështje. Pikërisht dekonstruktimi i këtyre opinioneve që palët u munduan të imponojnë opinionit publik shqiptar është edhe në qendër të këtij emisioni të parë të Zonë e ndaluar, sepse pas përleshjes ligjore të palëve në mesin e gushtit të këtij viti u botua në Tiranë raporti OSBE Odirit, i cili kushtonte një vëmendje të veçantë edhe zgjedhjeve në kryeqytetin shqiptar. Duke u nisur nga ky raport, duke u nisur nga përfundimet e tij, të cilat ne i kemi marrë për t'i krahasuar me pretendimet ligjore të palëve. Pikërisht nga ky krahasim dhe nga ky ballafaqim, pra nga ai se ç'pretendonin palët politike në Shqipëri dhe se si i kanë gjykuar ato ekspertët ndërkombëtar, ne kemi ngritur edhe emisionin e sotëm, të cilin e kemi titulluar Dyshimet mbi Tiranë. Le ta ndjekim. Pothuajse 3 muaj pas një betejë të gjatë, plot probleme dhe kundërthënie, dyshime dhe përplasje, pas një kalvari të gjatë juridik dhe një lufte jo të zakontë, Ylzim Basha po hynte në Bashkinë e Tiranës. Që ky kurorëzimi një trajektoreje plot hije dhe zigzake.
plot ndeshje dhe interpretime. Por tani gjithçka kishte mbaruar. Ai po bëhej gati të pasonte mbretërimin 11 vjeçar të Edi Ramës në kryeqytet. Në këtë betejë kishte dhënë shumë dhe kishte humbur shumë. Por tani gjithçka për të kishte mbetur pas. Tani mbetej që Zoti ta ndihmonte për të ardhmen. Betohem, Zoti ndihmon. Faleminderit zotëri. Në mbrëmjen e së njëjtës ditë, Edi Rama do t'i kthente përfundimisht shpinën bashkisë. Për të do të fillonte një jetë e re thjesht si shefi i opozitës. I një opozite disi më të ndryshme që megjithse kishte fituar qytetet e mëdha në Shqipëri, nuk ishte mundur të merrte më shumë se gjysmat e votave të qytetarëve të Tiranës. Në krye të kësaj opozite ati i mbetej të shpjegonte këtë rezultat dhe të denonconte atë që kishte ndodhur më pas, atë një muaj e gjysmë procedura që kishin përmbysur gjithçka. Sot ajo që ndodhi në Tiranë është më se e lehtë të kuptohet. Pas atij debati të madh që u zhvillua, pas përplasjeve fizike dhe përballjes argumentave ligjor, pas barikadimit të palëve dhe mbrojtjes së të vërtetave të tyre, kemi në dorë një interpretim më të pamshëm. Që prej 15 gushtit është bërë i njohur raporti OSBE Odirit, i cili vë pikat mbi për shumë nga debatet e Tiranës, për shumë nga interpretimet e KQZ-s, kolegjit zgjedhor dhe deklaratat e politikanëve. Pikërisht këtë ka bërë edhe Zona e Ndaluar. I është rikthyer edhe një herë të gjitha pikave kyçe të debatit publik të Tiranës, duke i ballafaquar ato me këtë raport. A duheshin numëruar votat e hedhura gabim? A ishte ligjore mënyra se si u zhvillua ky proces? A e humbi pas tij KQZ-ja besimin e publikut? A ishin të anshme dhe kontradiktore vendimet e kolegjit? A mund të shmangej gjykimi 870 votave të dala tepër? A ishte i besueshëm justifikimi se kërkesës së PS-s i kishte kaluar afati? Kur mbaroi numërimi i garës për Tiranën më 14 maj, askush nuk e imagjinonte gjithë atë që do të ndodhte. 10 vota të mjera ishin mjaft që socialistët të gëzonin, duke besuar tek një proces i rregullt. Edhe vetë Rama do ta merrte të mirëqen fitoren, duke u ngushëlluar me ato 10 vota. Për mua ishin vetëm 10 vota. Por të gjitha ata që nuk Por vetëm kryeministri Berisha nuk mund t'i konsideronte ato 10 vota. Në mendjen e tij që në pasditën e 14 majit ekzistonte një plan rezervë për të përmbysur gjithçka. Një proces i ndarë me vota që shkojnë jo tamam gishtrit e njërës dorë apo të dy dorës bashku, ka një legitimitet për të rishqyrtuar nga qeliza në qelizë. Qelizat e votimit të sapo përfunduara do të zhbëheshin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Socialistët e nuhatën se puna ishte serioze. Vetëm 3-4 ditë pas përfundimit të numërimit të Tiranës, ata po kuptonin se kishte një plan të qartë për ta zhbërë atë. Ndaj sikur më parë, ata vendosën të sulmonin KQZ-n, të bllokonin rrugët, të protestonin kudo, me një qëllim të vetëm, të ndërprisnin atë që kishte planifikuar Berisha. Sot në fakt gjithçka është më e qartë. Raporti i Odirit i bërë publik së fundmi e tregon qartë se gjithë ajo që po përgatitej kishte një skem të pastër politike që synonte të ndryshonte rregullat pas përfundimit të lojës. Jo më kot ky raport është shprehur sot se vendimet e marra nga KQZ-ja pas numërimit të votave e lëkundën besimin se ajo vepronte si një organ i paanshëm dhe i pavarur.
Me gjithë një lloj stepje të ndërkombëtarëve dhe protestave të opozitës, vetëm 3 ditë pasi kryeministri Berisha kishte dhënë direktivën për shqyrtimin qeliz më qeliz, KQZ-ja filloi shqyrtimin e votave të gabuara. Gjithçka ishte vënë në lëvizje sipas një plani të qartë. Pasi kishte mbaruar gara dhe vazhdonte numërimi i kutive për mini bashkit, dikush nga PD-ja tha se në kuti kishte vota të hedhura gabim. Vota, shumica e të cilave ishin trajtuar si të pavlefshme, sepse vetë komisionerët anë mban vendit ishin trajnuar t'i klasifikonin si të tilla. Ja se shtot për fillimin e kësaj strategjie e raporti Odirit. Dërsa vazhdonte numërimi i kutive për mini bashkitë e Tiranës, zyrtarë të PD-s kërkuan që votat për kryetar bashkie, të hedhura në kutitë e gabuara, të numëroheshin si të vlefshme. Shumë komisionerë dëshmojnë sot se ky urdhër për ndryshimin e rregullave të lojës u ka ardhur komisionerëve demokrat në ditën e fundit, pra disa orë pasi rezultati kishte dalë. Deri atëherë, askush nuk që kujtuar për këtë fakt. Por tani, duhej gjetur kleçka që transformonte gjithçka. Ajo mori emrin e votës së gabuar. Në natën e 15 majit, disa orë pasi Rama kishte fituar me 10 vota, u vu në përpunim strategjia e re. Në datë 14/5 në orën 21:00, kur u morë urdhri, u diktua nga kryetari, kjo formulimi, KZAZ-ja mori vendim që fletët e gjendura në kutin QV 1759 të futen në zarfin e fletëve të kontestuara. Në datën 9 ne kemi filluar numërimin, çuditërisht pas një jave, na del, pasi kërcasin telefonat, na del edhe na shfaqet ky lloj procedurali. Po për të njëjtën gjë, flet edhe një tjetër komisioner. Gjithmonë nata është e njëjta, ajo e 14 majit, dhe presioni ishte më i madh, sidomos në ato qendra votimi ku vazhdonin të numëroheshin fletët për kryetar mini bashkish dhe këshilla mini bashkish. Çuditërisht atë natë erdhi si duket me urdhër nga larta, nuk e di se më ta shpreh. Kupton? Filluam në bën një farë presioni që neve të bënim procedurale të ndryshe për të shkuar në KQZ, në KQZ për t'i kontestuar ato fletë. Ja ç'thot për këtë raporti përfundimtar i OSBE Odirit. Antarët e grupeve të numërimit duket se ishin trajnuar që t'i quanin ato fletë si të pavlefshme, dhe në të gjithë vendin, grupet e numërimit i kishin konsideruar si të pavlefshme votat e hedhura gabim, përfshirë edhe në Tiranë, deri në përfundim të numërimit për kryetar bashkie deri më 14 maj. Pra votat e hedhura gabim sipas raportit ishin pranuar si të pavlefshme kudo. Reklamimet nga PD-ja filluan vetëm pas marrjes vesh të rezultatit. Madje Partia Socialiste pretendon të ketë kapur falsifikime, ku pretendimet e komisionerëve të djathtë janë shtuar pasi formularët ishin mbyllur. Është vendor pasi ra gongu duke shtuar atë pretendim që bëri objekt shqyrtimi në dora e sekretarit të ZAZ-s, të sekretarit të grupit numërimit, që është antar i Partisë Demokratike duke zbatuar urdhrin e atij që çoi. Pra falsifikimi i parë është kaligrafia ose shkrimi i ndryshëm. Por një shkelje nuk mbetet kurrë e vetme. Pasi KQZ-ja po merrte vendimin që votat e hedhura në kutinë e gabuar duhej të numëroheshin, shërbimi i saj nuk mbaronte këtu. Në projekt vendimin e votuar 4-3 kishte edhe probleme të tjera. Së pari opozita pretendonte se ai nuk u zbardh në kohë, duke i hequr asaj mundësinë që ta ankimohej. Së dyti, ishte e paqartë se mbi ç'bazë ligjore që mbështetur. Ky debat u zhvillua gjatë në vend. Por përgjigjen për të e jep sot raporti përfundimtar i Odirit. Sipas tij, me që ky vendim i KQZ-s nuk ishte një vendim i shkruar, asnjë subjekt zgjedhor nuk kishte mundësi të kundërshtonte vendimet e saj në kolegjin zgjedhor. Ky projekt vendimi propozuar nga kryetari nuk ofronte një bazë të qartë ligjore.
Por bëmat e KQZ-s sipas raportit nuk përfundojnë këtu. Gjithnjë sipas raportit, del qartë se ata kishin një qëllim të vetëm, t'i shërbenin maxhorancës. Raporti është i ashpër për mënyrën se si është proceduar dhe se si favorizoheshin kërkesat e PS-s. Ankimet të cilat pretendohen se kanë vënë në lëvizje Komisioni Qendror Zgjedhjeve janë thjesht kërkesa të komisionerëve të Partisë Demokratike, të urdhëruar nga forca që ata përfaqësojnë, madje në një model të vetëm, të përgatitur dhe shpërndar nga Partia Demokratike nëpërmjet këtij akti. Nuk keni ndërhyrë duke ndryshuar rregullat kur procesi kishte përfunduar, duke goditur sistemin zgjedhor, jo vetëm sistemin zgjedhor, por dhe duke bërë shpikje të natyrave të çuditshme juridike, siç është ajo e kryerjes së veprimit më parë dhe më pas dhënien e autorizimit për kryerjen e tij. Fakti që antarët e shumicës së KQZ-s zgjodhen të numëronin direkt vetëm disa dhe jo të gjitha fletët e hedhura gabim dhe bën këtë në mënyrë jo konsensuale, krijoi idenë se ata po punonin në favor të shumicës qeverisëse. Nëse ka një dëshmi më të qartë se si KQZ-ja u vu në shërbim, është edhe rasti i votës së Bamir Topit. Kamerat, nga të cilat ai u kthye të pozoj, pa pasur vëmendjen te vota që duhet të hidhte, e fokusuan presidentin duke votuar në kutinë e gabuar. Dhe me njëherë pas këtij rasti, KQZ-ja e mori jashtë radhe këtë kuti për t'i shërbyer politikisht PD-s. Së pari për të dëshmuar se kushdo mund të gabonte ndaj këto vota duheshin numëruar. Dhe së dyti, për të diskredituar politikisht një kundërshtar të Berishës, i cili nuk do të linte pa e shfrytzuar këtë rast. Ndodhi që presidenti Roblix votoi në një kuti të gabuar. Çfarë do thoshin shqiptarët në qoftë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do hapte kutinë për të numëruar votën e tij? A do thonin që kur këta shtrajnë kokën për votën e presidentit, ç'na mbetet ne këtu? Por, denoncimi që raporti i bën punës së KQZ-s nuk përfundon këtu. Në të krijohet ideja se gjithçka që e para përgatitur. Edhe këto kuti që transportoheshin nga magazinat e ruajtjes në bodrumet të ish pallatit të kongreseve, ishin sjell aty që më parë se të votohej zyrtarisht për hapjen e kutive. Pra fiet i lëvizte dikush tjetër. KQZ-ja vetëm zbatonte. Ja se thot raporti për këtë. KQZ-ja e filloi hapjen e kutive menjëherë pas votimit të vendimit në parim, çka tregon se kutit ishin sjell që më parë në ambientet e KQZ-s. Më 23 maj, pasi hapi 117 kuti, KQZ-ja e shpalli fitues me 81 vota kandidatin e PD-s Lulzim Bashën. Po në të njëjtën ditë, ajo aprovoi edhe vendimin e famshëm 709, i cili rregullonte procedurat që ishin ndjekur prej saj deri më atë ditë. Por, sipas raportit të Odirit, procedurat që kishin sjell këtë fitore mbështeteshin në një bazë ligjore të ndryshme nga ajo që kishte bërë të mundur nisjen e këtij procesi. Pikërisht për të gjitha këto arsye, raporti përfundimtar i 15 gushtit arrin në këtë përfundim. Vendimet e KQZ-s lëkundën besimin në aftësinë e saj për të funksionuar në mënyrë të paanshme dhe të pavarur. Por e gjithë kjo procedurë problematike e KQZ-s do të përcillej në kolegjin zgjedhor. Strategjia e demokratëve kishte qenë e qartë. Në KQZ kemi shumicën dhe duhet bërë gjithçka që në kolegj të shkohet si fitues, sepse gjyqtarët e kanë shumë më të vështirë të marrin një vendim kundër vullnetit të maxhorancës. Partia Socialiste u ankimua fillimisht për procedurat që kishte ndjekur KQZ-ja, por kolegji i drejtuar nga Tom Dreta u soll njësoj, siç e kishin planifikuar demokratët. Rëzimin i kërkesës padisë palës padisë e Partisë Socialiste e Shqipërisë për sa i përket kërkesës për konstatimin si absolutisht pavlefshëm të vendimit nr. 709 datë 23/5/2011 palës paditër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Tiranës. Pushimin e gjykimit qeshtës lidhur me kërkimin për anullimin e vendimeve të ndërmjetme të nxjerrë nga pala paditër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ky vendim është i formës prerë u shpall në Tiranë sot datë
3/6/2011. Me kaq sonse deklarojmë. Ai sankcionoi ato që ishin ndërmarrë nga KQZ-ja. Në komision, kur Arben Ristani kishte propozuar mënyrën se si do të procedoj, kish pasur shumë debat nëse një vendim i tillë duhej të merrej edhe me votat e antarëve të opozitës. Pra nëse ishte një vendim që duhej miratuar me së paku 5 vota. Ristani votoi së bashku me 3 antarë të tjerë dhe e kaloi vendimin 709 me shumicë të thjeshtë. Po ashtu një debat tjetër mes përfaqësuesve të opozitës dhe shumicës në KQZ ishte se KQZ-ja mund të vepronte si komision zonal, pra të hapte kutit e të rinumëronte fletët. Këtyre akteve i dha të drejtë dhe vendimi i lexuar nga Tom Dretha. Por ja se ç'thot raporti i Odirit për këtë vendim, që si rrallëherë komenton edhe vendimet e gjykatave. Vendimi i kolegjit zgjedhor përmbante kontradita dhe boshllëqe në arsyetim. Për shembull, kolegji përcaktoi se vendimi 709 i KQZ-s nuk përbënte akte normativ, pavarësisht se ai pranoi se ai rregullonte një situatë të re. Gjithashtu, në vendimet e kolegjit pranohej që KQZ-ja të vepronte si KZAZ, por pas sqaruar bazën ligjore për këtë. Betejë ligjore e socialistëve në kolegj do të qehet gjatë. Pas vendimit të parë erdhi koha e llogarive. Palët politike filluan të skanonin emrat e gjyqtarëve dhe preferencat e tyre. Megjithëse gjithkush që i ndërgjegjshëm që në 20 vite nuk kishin dhënë ndonjëherë vendime të mëdha në favor të opozitës, pas vendimit të kolegjit për hapjen e të gjitha kutive, duket se socialistët patën pak më shumë shpresë. Sipas mbrojtësve të tyre ligjor, kjo që mundësia e vetme që të shihej ditën për diell, manipulimi që kishte ndodhur në Tiranë dhe mos përputhja shpesh flagrante e numrit të votave me numrin e votuesve. Ky vendim kolegji e bëri të mundur këtë. Urdhërimin e palës së paditur KQZ-s të hapur i numëroi dhe rivlerësoi votat e kontestuara në kutit e pahapura të materialeve zgjedhore për Bashkinë Tiranë në 368 qevët për kryetarin e Bashkisë Tiranë, Këshillin e Bashkisë Tiranë, kryetarin e Njësisë Bashkiake dhe Këshillin e Njësisë Bashkiake. Pikërisht ky vendim që e zhvlerësonte fitoren paraprake të Lulzim Bashës me 81 vota e detyronte KQZ-n të hapte 1793 kuti të tjera. Për të zbatuar këtë vendim të gjykatës, Komisioni i Zgjedhjeve do të fillonte edhe një herë punën më 25 qershor. Arben Ristani do të shpallte ngritjen e grupeve të numërimit për të rishikuar të gjithë Tiranën. KQZ për numërimin dhe vlerësimin e votave që nuk janë hedhur në kutitë respektive të së njëjtës që në votimin do të ngërë 8 grupe numërimi, nuk mundet që t'i hapim vetë ne të gjitha, pra ne të 7. Dhe pikërisht për këtë ndihmohemi nga administrata. Por hapja e këtyre kutive të reja do t'ishte shpesh problematike. Socialistët pretendonin se ato ishin prekur dhe se mungonin kodet, se në to mund të futeshin dhe nxirreshin flet. Atëherë 1 minutë qëndroni. Fredi, o Alfred, lutem mos bëni debat, lutem, ktheuni këtej. Çfarë problemi ka? Biri fletët që u gjetën atë kuti, biri këtu. Zoti kryetari, lutem. Jo, 1 minutë, se fletët që u gjetën aty, biri këtu. Dhe debatet vazhduan shpesher shumë të ashpra, duke vënë në pikpyetje paprekshmërinë e kutive. Socialistët pretendonin se ato qenë të manipuluara. Ajo është kuti e qarë, e deformuar, e thyer, integriteti i cilës në mënyrë absolute nuk mund konsiderohet i vërtet. Për këto lloj kutish, të cilat kanë këto thyrje të kësaj natyre, këto duken qartë që nuk mundet as të futen zarfa brenda, as dalin zarfa nga brenda jashtë. Sepse është e pamundur, sado që ne ta egzagjerojmë me mendimin ton, sado që ne të tentojmë nëpërmjet arsyetimeve të pavërteta pikërisht të dëmtojmë procesin. Por pati edhe raste kur egzagjerimi mund të bëjë realitet, dhe kur nga kutia e mbytur me kode, mund të dilte edhe krejt zarfi. Do të aprovoni nxirjen e gjë nga kutia. Provo të nxjerrësh një gjë nga kutia. Nxirre.
Po se mos na del kryetare, pastaj ja të shohim, po doli. Po jo po doli. Ja shikoje, duan pas se do dali apo. Po nxirren. Jo, vetëm kujdes mos grisësh materialin, shikoje, duan pas se do dali apo. Po nxirren. Nxirren. A këso është kryetar basti me qytetarët e Tiranës. Ky është basti që ke me qytetarët e Tiranës. Por ky është vetëm një episod i asaj që ka ndodhur. Hapja dhe hetimi i të gjitha kutive të Tiranës i dha mundësinë Partisë Socialiste të këmbëngulte më fort në tezën e saj të manipulimit. Rihapja e kutive të 23 qershorit rezultoi një fakt, se në këto kuti kishte 870 vota më shumë se sa zgjedhës. Këtë e pranon edhe raporti OSBE Odirit. Por nëse demokratët flasin këtu për gabim njerëzor, socialistët flasin për manipulime dhe prekje të kutive pas garës. Pikërisht ky këtu është një material që Partia Socialiste ka përgatitur në PowerPoint për t'u shpërndar gazetarëve dhe diplomatëve të huaj. Aty janë të detajuara një sër rastesh ku vullneti i zgjedhësve është deformuar, si në ato qendra ku ka më pak vota se sa njerëz që kanë votuar, si edhe në ato ku gjenden më shumë fletë se sa njerëz që kanë shkuar në votim. Për të demonstruar se ç'përmban ky material që pretendon se kemi të bëjmë me 754 vullnete zgjedhësisht të deformuara, Zona e Ndaluar ka marrë një shembull nga një qendër votimi. Fjala sipas tabelës që shohim është për qendrën 1941 në minibashkinë numër 8 në Tiranë. Aty në 8 maj kanë votuar 517 qytetarë. Mbajeni mirë mend këtë numër, 517. 3 ditë më pas, pra më 11 maj, kur u hap kutia me votat për kryetar bashkie, aty rezultuan se gjendeshin fiks 517 vota. Pra siç duket në tabelën didaktike deri për moshat foshnjore, të përgatitur nga ekspertët socialistë, çdo zgjedhësi i përkiste një vot. Të njëjtin rezultat e konfirmon edhe kjo tabelë e hartuar nga grupet e numërimit dhe që është firmosur nga numëruesit e të dyja palëve. Pra në këtë qendër votimi janë gjetur 501 vota të vlefshme dhe 16 të pavlefshme. Pra, përsëri, 517. Po 517 dalin edhe po të mbledhësh 276 votat e Edi Ramës me 2 votat e Islimi Lloshit dhe 223 votat e Lulzim Bashës, si dhe 16 votat e pavlefshme. Por këtë proces verbal, të nxjerrë nga qendra e numërimit, Zona e Ndaluar e ka krahasuar edhe nga DVD-ja me filmimet autentike të marra në datën 11 maj. Para kamerave të kësaj qendre, janë numëruar një nga një të gjitha fletët e votimit. Në mbi një orë filmimi i fletëve një nga një, rezultati deli qartë. Në kutin ku gjendeshin votat e garës për kryetar bashkie, gjendeshin fiks 517 fletë. Po aq, sa njerëz kishin votuar. Të gjitha ishin fletë me ngjyrë të verdhë të vlefshme për garën mes Ramës dhe Bashës. Por, mbasi kuti do të hapeshin për të rinumëruar, gjithçka do të ndryshonte. Sipas ekspertëve të PS-s, gjatë këtij procesi janë shtuar vota. Dhe kjo qendër e minibashkisë numër 8, sipas tyre është një qendër që gjatë rinumërimit i ka shtuar Lulzim Bashës 4 vota. Pra është një qendër ku, sikurse e pam, kishin votuar 517 qytetarë. Këtë numër
E konfirmonte edhe proces verbali i numërimit, edhe prova e pamjeve filmike, që më 11 maj vërtetonte po këtë numër, 517. Por në rezultatin përfundimtar, në këtë qendër llogariten të kenë votuar s'dihet se si 4 njerëz më shumë, që nuk rezultojnë as kërkund. Megjithatë, KQZ-ja nuk do të pyeste për këto pretendime. Më 25 qershor, ajo do të shpallte Lulzim Bashën fitues me 93 vota pas hapjes së të gjitha kutive të Tiranës. Do të miratojmë tabelën për mbledhje të rezultatit për kryetar për zonën zgjedhore e Bashkia Tiranë, sipas tabelës numër 3 që do të jetë aneks i vendimit, bashkëlidhur këtij vendimi, dhe të shpallim fitues zotin Lulzim Basha, propozuar nga koalicioni Aleanca për Qytetarin. Kush është dakord? 4 kundër 2 miratohet. Kryetar me leje 1 kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në bazë të kodit zgjedhor. Këtu mbledhja mbyllet dhe kjo pikë e rendit ditës mbaron. Megjithatë, raporti përfundimtar i OSBE Odirit nuk ngre asnjë nga këto pretendime. Aty nuk gjenden të shënuara fakte për hapje kutish, futje apo nxjerrje fletësh me qëllim manipulimin e rezultatit. Këto fakte tani për tani mbeten vetëm pretendimi socialistëve, i pa certifikuar as nga ndërkombëtarët, as nga drejtësia vendase. Por megjithatë, raporti mjaftohet duke theksuar një anomali edhe pas hapjes së të gjitha kutive të Tiranës. Tabela përmbledhëse e rezultateve vazhdonte të tregonte një mospërputhje prej 870 fletësh votimi më shumë se votues. Kjo mospërputhje prej 870 votash duhej zgjidhur tani nga drejtësia shqiptare, por ajo po ngjallte alarm edhe në Perëndim. Pasi ishin shtuar gjykimet për punën e KQZ-s, tani ndërkombëtarët po përpiqeshin të kërkonin një rrugëzidhje me drejtësinë. Ky vendim me shumicë të thjeshtë nuk la indiferent as njerëzit më të lartë që merren me Shqipërinë në Bruksel. Në një deklaratë të përbashkët, Komisioneri Evropian për Zgjerim Stefan Füle dhe shefja e politikave të jashtme Baronesha Ashton e quanin shqetësues vendimin e KQZ-s. Megjithatë, në një mungesë të plot besimi për institucionet shqiptare, ata bënin apel për huazimin e specialistëve të huaj për gjykimin që do të bëj në kolegjin zgjedhor. Ne kemi mbajtur shënim ditën e djeshme bërjen publike nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të rezultatit për zgjedhjet për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Megjithatë, ne kemi mbajtur shënim që çështja e logjikës ligjore të vendimeve të KQZ-s për të numëruar të ashtu quajturat vota të hedhura gabimisht është një çështje që përbën shqetësim. Një mundësi që mund të merret në konsiderat është që të kërkohet këshillim nga jashtë, i pavarur, për vendimet e debatuara të KQZ-s. Këtë kërkesë të 2 njerëzve të rëndësishëm të Brukselit e përforcoi edhe deputeti Kukan, i cili nuk kuptoi me këtë konsulencë ndërkombëtare Komisionin e Venecias. Ky Komision Evropian për Demokraci përmes ligjit, i cili përbëhet nga ajka e konstitucionalistëve evropian, mund të shërbente si asistencë për gjyqtarët e kolegjit zgjedhor. Kjo kërkesë u përkrah menjëherë nga Partia Socialiste, e cila u deklarua pro asistencës së Venecias në një proces që po e merrte gjithnjë më shumë në dorë majoranca. Ne e mirëpresim dhe propozimin e bërë nga përfaqësues të lartë politikës europiane për përfshirjen e Komisionit Venecias në përpjekjen për të shpëtuar zgjedhjet e 8 majit. Por demokratët e refuzuan me heshtje atë, ndërsa ministri i jashtëm Haxhinasto e hodhi poshtë një ndërhyrje të tillë. Unë duhet të them që t'i japim shansin institucioneve shqiptare, të cilat janë kompetente, të cilat janë kushtetuese dhe të afta për të dhënë vendimin e tyre mbi këtë çështje. Po përse socialistët ishin pro ndërhyrjes së Komisionit të Venecias dhe majoranca himnizonte integritetin e gjykatave vendase, përgjigjja gjendet pikërisht në këtë dokument,
i cili trajton rastet e mos përputhjes së numërimit të fletëve të gjetura me atë të votuesve. Ai është përpiluar në fund të vitit 2010 nga 2 ekspertë të njohur të këtij komisioni, bulgarit Vulkanov dhe suedezit Eriksson. Ende pa ndodhur kjo anomali shqiptare, ata e kishin të gatshme recetën. Kur numri i kësaj mospërputhje është më i madh se diferenca mes 2 kandidatëve, atëherë zgjedhjet përsëriten. Kjo është edhe arsyeja se pse majoranca kërkonte me çdo kusht që për këtë gjë të mos vendosnin të huajt, por kolegji i pavarur zgjedhor. Ky kolegj duhet të vendoste tani të jepte një përgjigje për pavlefshmërinë e zgjedhjeve. A duheshin quajtur ato të pavlefshme kur 870 votat e pajustifikuara ishin gati 10 fishi diferencës së prodhuar që ndante Bashën nga Rama? A duhej dhënë një përgjigje se ç'ishin këto vota që dilnin tepër? A duhej që një betejë afro 2 mujore në emër të respektit të votës së qytetarëve të mos e respektonte fatin e këtyre votave që dukeshin si të rëna nga qielli? Në luftën e patreguar për llogari me gjyqtar të majtë e të djathtë, socialistët kishin pak më tepër shpresë. Ata e të roqën pa dine një ditë më parë dhe shpresonin te ky kolegj, i cili përbëhej nga 5 antarët që kishin dhënë të vetmin vendim disi pro tyre, atë të numërimit të gjitha kutive të Tiranës. Si do të vepronin këtë herë këta 5 gjyqtar? Një ditë para shqyrtimit të çështjes, Edi Rama u dërgoi atyre apelin e fundit publik. Ne shpresojmë që 5 gjykatësit e kolegjit të nesër të respektojnë kushtetutën dhe të mos e ligjërojnë në asnjë mënyrë rezultatin haptazi antikushtetues të KQZ-s. Të respektojnë standardet ndërkombëtare të interpretuara më së miri nga vetë Komisioni i Venecias për rastin konkret të mos përputhjes së shifrave në tabelet e rezultateve dhe të mos shpikin një tjetër standard të amoralitetit ekstraligjor që sundon në shtetin e kapur prej Saliut. Këta gjyqtar do duhet të vendosnin për fatin përfundimtar të Tiranës. Njëra prej tyre, Sashenka Jonuzi, do t'ishte relatoria e çështjes. Bastën e 158.3 e kodit zgjedhor vendosi rrëzimin e kërkesës padisit Partia Socialiste e Shqipërisë si të pabazuar në ligj për shkak të kalimit të afatit ligjor të ngritjes kërkesës padis me vlerë pavlefshmëri. Kolegji do të merrte vendimin për të mos marrë vendim. Nga gjithë ky proces gjyqësor, një gjë do të mbetej pa u kuptuar. Si duheshin shpjeguar ato 870 vota që dilnin tepër? Kishtë ndodhur me to, por për këtë pikpyetje madhore, kolegji nuk do t'jepte përgjigje. Ai do i shmangej asaj, duke mos e marrë parasysh kërkesën e socialistëve dhe duke e konsideruar atë jashtë afateve. Kjo do të bënte edhe numrin 2 të Selisë Roz të fliste për skenar alucinant. Në fakt Gramoz Ruçi shprehte një pandem që gëloi mes të majtëve ato ditë, për gjyqtar të paguar e të kapur peng. Nga të gjitha llogaritë e bëra janë jo pakta, po mbi 40 milion euro të hedhura për të komprometuar, për të blerë, për të manipuluar, për të falsifikuar rezultatin e Tiranës. Tani që gara me artilleri të rëndë për bashkinë më të pasur të vendit kishte mbaruar, ashtu sikurse në hapjen e saj, politika i kishte rikthyer vendin retorikës dhe akuzave të ndërsjellta. Betejë ligjore mes qindra pikpyetjesh ishte mbyllur. Ajo e përhershmja vazhdonte. Kjo godin e ndodhur në sheshin qendror të Tiranës, o përgatitej të ndërronte banor. Një i ri do t'hynte mes plot hijesh, dyshimesh dhe pikpyetjesh për mënyrën se si kisha ardhur deri këtu. Një i vjetër po largohej pasi kishte luftuar shumë për të ndryshuar qytetin, por që pas 11 vjetësh po e linte atë si një punë të pakryer, si një trup të operuar me organet jashtë. Mes tyre tani ishte një gare ashpër elektorale, shumë vendime të diskutueshme juridikisht dhe përzierja e drejtësisë me punët e politikës, sepse këtë garë e kish vendosur kolegji zgjedhor.
me vendimin shumë kontradiktor për të mos qyrtuar pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe votat që dilnin tepër. Ja se shtot raporti Odirit për mënyrën se si e refuzoi kolegji trajtimin e kësaj çështje për tejkalim të afateve. Kolegji zgjedhor vendosi që afati 3 ditor brenda të cilit një subjekt mund të kërkonte pavlefshmërinë e zgjedhjeve filloi kur KQZ-ja shpalli vendimin 711. Por kolegji zgjedhor e kishte fuqizuar vetë më parë vendimin 711. Kolegji zgjedhor bulosi një grabitje të dëmshme ditën për diell dhe sy për sy përpara një populli të tërë nxori humsin fitues, duke bërë qorrin e shurdhin si në çdo regjim pa drejtësi. Dua të falenderoj drejtësinë shqiptare që u dha shqiptarëve dhe tiranasve një drejtësi të drejtë. Por megjithse të dy kundërshtarët kanë qëndrime diametralisht të kundërta për mënyrën se si u soll kolegji zgjedhor, raporti final i OSBE Odirit jep versionin e tij. Vendimarrja e kolegjit zgjedhor për çështjet e lidhura me Tiranën nuk karakterizua nga kundërshti dhe paqëndrueshmëri. Janë këto terma që edhe sot e kësaj dite hedhin dyshim mbi atë që ndodhi, pothuajse 3 muaj me radhë në Tiranë. Natyrisht, kjo garë plot kulisa, mistere, goditje në mbrez dhe lëvizje të fsheta, plot shantazhe, presione për leshje dhe zjarr, prodhoi një fitues dhe një humbës. Një humbës që ndoshta s'duhet të qenë aty. Një fitues që ndoshta s'ishte gati për të qenë. Por kjo ka pak rëndësi. Më shumë rëndësi kanë pikpyetjet që ajo ngriti. Pikpyetjet që tani, pas raportit të fundit të OSBE Odirit, nuk mund t'i fshem më askush. Pikpyetje që do të rëndojnë për një kohë të gjatë, jo vetëm mbi Tiranën, por ndoshta mbi të gjithë shqiptarët. Ky ishte pra emisioni ynë i parë i titulluar Dyshimet mbi Tiranën, i cili më tonte të analizonte atë çka ka ndodhur në zgjedhjet e Tiranës dhe kryesisht në betejën ligjore që u zhvillua pas 8 majit, pra pas mbylljes së kutive të votimit. Ashtu sikurse e pat në qendër të këtij emisioni, ne ishim munduar të vinim pretendimet e palëve në Shqipëri, pra pretendimet e të djathës dhe së majtës, duke i ballafaqur, duke i krahasuar ato me përfundimet tashmë të bëra publike, tejet të forta dhe tejet sqaruese të raportit të OSBE Odirit. Unë doja t'ju rikujtoja se ashtu sikurse është tashmë tradit, ky emision do të ritransmetohet ditën e shtunë në ora 18:00, ndërsa ne bashk që sot e tutje, si gjithmonë, do të takohemi në të hënën në ora 22. Natën e mirë.